Përshëndetje për gjithë ju që më ndiqni. Sot kam sjell një super ëmbëlsirë pa pjekje, ëmbëlsirë me biskota, krem karamel dhe kikirik. Kjo recetë apo kjo ëmbëlsirë është shumë e ngjashme me Snickers. Mënyrën e përgatitjes dhe përbërësit e saktë i gjeni në vazhdim. Dhe përbërësi sekret i kësaj ëmbëlsirë janë kikiriket Minex që janë të përpunuar me një traditë shumë vjeçare. Kikiriket Minex në disa lloje të ndryshme i gjeni kudo në marketin tuaj më të afërt. Fillimisht biskotat e bluara i kalojmë në një enë të thellë, tek gjalpi shtojmë qumështin, i përziejmë biskotat, i kalojmë në një unaz që hapet, formën i japim me anë të gotës. Në anën tjetër, kikiriket i pastrojmë mirë nga kripa, pastaj i kullojmë, në tigan hedhim sheqerin, shtojmë 60 ml ujë, e shkrim në temperaturë të ulët derisa të merr të ngjyrë. E largojmë nga zjarri, shtojmë gjalpin, shtojmë niseshtën e tretur me 300 ml ujë, vazhdojmë ta ziejmë për disa minuta derisa të trashet si pudingu. Pastaj i bashkojmë kikirikët dhe hedhim sipër biskotave. Në fund shtojmë çokoladën e shkrirë me një luggjellë vaj.